Blendi, Holci, përshëndetje. Jemi në Bogë sot për realizimin e një nga angazhimeve të marra nga operatori i sistemit shpërndarjes për bërjen e disa investimeve mjaft të rëndësishme në pjesën e Alpeve të Shqipërisë, që në fakt duhet na thënë që kanë vuajtur pak nga siguria e furnizimit dhe nga cilësia jo fort e mirë e furnizimit, për shkak edhe të strukturës gjeografike. Këtu është një nga në stacionet që parashikon ky projekt që ne po shikojmë sot Blendi, që është i Bogës. Dhe shikoj që punimet kanë ecur mirë dhe më thoje që jemi edhe në ditën e instalimit të shtyllës fundit. Këtu jemi në stacionin e Bogës. Është një ndër dy në stacionet që do kemi në këtë zonë me projektin që jemi duke zhvilluar në bashkëpunim me Fondin e Shqiptar Zhvillimit, pasi duhet të themi që ky është një projekt i joni përbashkët. Është një linjë 35 kV që del nga në stacionin Koplikut në drejtim të Bogës, gati 28 km e gjatë. Është një projekt që ka në zhvillimin e vet 90 shtylla, në të cilat 89 janë montuar. Jemi duke përfunduar dhe shtyllën e fundit. Pra kontraktori këtu jemi te shtylla e fundit, ndërkohë ka përfunduar dhe përcjellja, shtrija e përcjellësit dhe JPGV-s. Dhe janë duke u bërë sistemimet e fundit për sa i përket linjës. Ndërkohë kanë filluar prej kohësh punimet dhe për godinën e në stacionit. Është një godinë që do të përmbush të gjithë parametrat si teknik ashtu edhe për sa i përket kushteve të operatorëve që do të punojnë në këtë stacion. Është një godinë që neve me gjithë linjën presim që brenda muajit shtator, nga fillimi i vitorit të përfundojë. Të këtij viti, të vitit 2026. Të vitit 2026. Shumë mirë. Duke dhënë në fakt një zgjidhje disa zonave prioritare turistike edhe të Alpeve të Shqipërisë. Bogë, Razëm, Reç dhe njësia Dede që përfshin të Razën, apo jo? Po, ashtu siç e përmendëm parë, neve kemi dy në stacione. Pika e parë e transformimit do jetë në Dedaj, është diku në kilometrin e 15 të kësaj linje, dhe pika e dytë është në Bogë. Në stacionin Dedaj do të shërbej për të furnizuar zonën e Razmës, ku për hir të vërtetës, ashtu siç edhe ju e përmendët, kjo është një ndër zonat që ka vuajtur për furnizimin me energji elektrike. Jo vetëm për numrin e ndërprerjeve, por edhe për cilësinë e shërbimit të energjisë, pasi nivelet e tensionit këtu janë shumë problem. Dhe sot që ne flasim, kjo zonë e gjitha, duke filluar nga Kopliku, në Reç, në Razëm, në Bogë dhe deri në Qaftore, furnizohet nga një feeder 120 km i gjatë. Pra imagjinojmë vetë që është një feeder nga më të gjatët që ka sot rrjeti shpërndarjes dhe pa investuar ndër vite. Po, që për t'ia theksuar që shpeshherë dëhan që një defekt që mund të ndodhë në një kabinë caktuar, të çon ndërprerjen e gjithë linjës dhe punojësit e operatorit të sistemit shpërndarjes duhet të shkojnë tek për tek në secilën kabinë për të parë se ku është defekti apo linja ku është defekti. Po, që impakton direkt në kohën e rikthimit të energjisë që ka qenë shumë problem, pasi kjo dhe në stinën e dimrit është një ndër zonat që është dhe më vështira për t'u aksesuar. Ndërkohë, sot mbas përfundimit të punimeve në këtë stacion, që unë besoj dhe në atë çfarë kemi diskutuar me operatorin që ka marrë përsipër të kryer punimet, jemi brenda afateve të zbatimit, do të kemi dy në stacione. Në stacioni Bogës, që do të furnizojë zonën e Bogës, që jemi këtu, dhe do të ketë dhe një feeder tjetër që do të dalë në drejtim të në stacionit të Dedajt. Ndërkohë nga në stacioni Dedaj do të furnizohet nëpërmjet 4 feederëve, do të furnizohet gjithë zona e Razmës, do të furnizohet zona e Reçit edhe feederët që shkojnë në drejtim të fshateve në drejtim të Koplikut. Dhe kjo është një zgjidhje shumë afatgjate, pasi përveç se ne kemi linja të reja me distanca shumë herë më të shkurtra, me parametrat teknik të pajisjeve dhe gjithë përcjellsave që furnizojnë linjat të brenda standardeve që duhet për furnizojnë një zonë. Ky do të jetë një në stacion me parametra bashkëkohor për sa i përket digitalizimit. Pasi ky do të jetë totalisht i automatizuar dhe do të kemi një në stacion që do t'i shërbejë kësaj zone për vite të tëra. Jo vetëm sot, por edhe në perspektivë. Se ti më the që ne këtu, pavarësisht se jemi në nivel tensioni 35 kV, kemi hapësirën për të kaluar në nivel tensioni më lart në mënyrë që të përballojmë ngarkesën nëse kjo zonë do vazhdojë me zhvillimin si duhet. Po, linja sot është operon me nivel 35 kV, por ndërkohë siç e përmenda në fillim, shtyllat dhe përcjellsat janë të llogaritur për nivel tensioni 110 kV. Sot të dy në stacione do të kenë një fuqi të instaluar diku te 12 mega. Ndërkohë që imagjinojmë që gjithë zona furnizohet vetëm me një feeder që nuk i kalon 3-4 mega të kapacitete absorbuese. Pra do të ketë një ndryshim rrënjësor. Kjo është në valën e gjithë investimeve që bën operatori i sistemit shpërndarjes, pasi zonat e Alpeve ose paketa e Alpeve është një nga 3 investimet që ne po bëjmë në zonën e Alpeve, pra është ky investimi,
fatmirësisht në shtator, sapo ne ta kemi operacional në stacionin e Bogës këtu, ne kemi hapësirën për të vazhduar me ndërlidhjen Bogë-Theth, që është një nga po ashtu premtimet le themi, e dhëna nga operatori i sistemit shpërndarjes, por edhe nga ato investime shumë të prishme nga banorët e Thethit, që edhe ato kanë vuajtur dhe vuajnë nga cilësia e furnizimit me energji elektrike. Sot ne themi që kemi mbaruar atë çfarë patëm premtuar kohë më parë në lidhje me paketën tonë të investimeve në zonat turistike, që përfshin zonat bregdetare, por edhe ato malore, kur zona që ne jemi sot dhe gjendemi këtu është një ndër zonat më problematike që kemi pasur. Dhe në përfundim të 30 km linjëve gati që kemi sot nga në stacionin Koplikut në stacionin e Bogës, ne nisim me njëherë punën për furnizimin e zonës Thethit, që është një ndër zonat që ne kemi edhe detyrimin më të madh për të furnizuar me energji. Është 22 km linjë, do kaloj Qafthoren, ku kemi marrë masat që Qafthoren të kemi edhe një linjë të integruar ndërmjet linjave ajrore dhe kablore, pasi aty ka rrezik të madh ortekësh dhe në momentet caktuara mund na shkaktojë rënë të linjës. Dhe ndërkohë do të shkojmë në Theth dhe në Theth do të ndërtojmë edhe aty një stacion tjetër, një pikë transformimi me 7.5 mega, që do të shërbejë jo vetëm zonës të Thethit, por do të jetë një pikë nisje për të ndarë në mes dhe linjën që vjen nga Postriba në drejtim të Shalës, Dukagjinit dhe Ndërlys, që edhe ai është një fitër diku te 100 ca kilometra. Pra, kjo është një ndër zonat që do të investohet më shumë dhe një ndër zonat që nuk do të kenë në asnjë lloj problemi në përfundim të këtyre investimeve. Jemi në fazën përfundimtare të fazës parë. Kemi buxhetuar fazën e dytë Thethin, lidhim kontratën, vazhdojmë vitin tjetër me punimet dhe shpresojmë të bëjmë pamundje që të mbyllim në një kohë sa më të shpejtë investimin e zonës Thethit. Pra, Bogë-Theth është në plan investimesh të operatori i sistemit shpërndarjes, është në procedurat të prokurimit dhe shumë shpejt pritet finalizimi i kontratës dhe pastaj përmbyllja e procedurave të lejes për fillimin e punimeve. Ndërkohë, investimi i tretë përsëri që lidhet me zonën e Alpeve është në stacioni i Tamarës. Që edhe ajo kap disa le themi zona shumë turistike që përsëri për shkak të gjeografisë të tyre kemi patur edhe probleme me cilësinë e furnizimit, siç është Vermoshi apo Lëpusha. E gjithë kjo zonë ka pasur nevoja thelbësore dhe themelore për të investuar në rrjetin e shpërndarjes. Të gjitha kanë qenë zonat furnizuare me fitra shumë të gjatë, duke filluar për përsëris dhe një Razmën, Bogën, Thethin, Lëpushën, Vermoshin, Tamarën. Ndërkohë që kjo zona nga Kopliku deri në Theth merr zgjidhje me këtë investim që ne jemi sot këtu, ne gjithashtu bëjmë të ditur se kemi lidhur dhe kontratën për linjën që del nga Kopliku në drejtim të Vukpallajt dhe nga Vukpallaj ne bëjmë dhe një degëzim, shkojmë në Hanën e Hotit për të përmirësuar dhe furnizimin me energji elektrike dhe të zonës Hanit të Hotit. Ndërkohë determinojmë pastaj në pikën fundore në Tamar në një linjë dhe aty po 35 kV për momentin, po me izolacion 110 kV. Dhe ndërkohë nga pika nga në stacioni Tamar, si ne kemi po të buxhetuar të lidhur kontratën, do të shpërndajmë me fibra ndërtim të Lëpushës dhe Vermoshit. Dhe themi që me këto 3 investime ne bëjmë një punë shumë të mirë për të mos pasur më probleme të furnizimit me energji elektrike të zonës së Alpeve, të veriut, dhe ndërkohë këto investime do t'i paraprin dhe shumë zhvillimeve apo ndërtimeve të reja që mund të jenë për vitet të tëra në këtë zonë. Patjetër, se edhe të krijojnë ty hapësirën e operatori i sistemit shpërndarjes që të bëjë dhe dalje linjash të reja nëse është nevojshme për shkak të kapaciteteve të reja tani që ne krijojmë në rrjet, apo jo? Përveç se kemi kapacitete për momentin për të përballuar situatën që kanë aktualisht zonat për sa i përket ngarkesës, por kemi dhe mundësi për të përthithur në rrjetin tonë kapacitete të tjera në rast se do të kemi zhvillime të mëtejshme në këtë zonë. Shkëlqyer. Ndërkohë mendoj se është e nevojshme që meqense se jemi këtu dhe jemi në pothuajse pikun e sezonit turistik, të adresojmë edhe disa çështje që lidhen se ne kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm gjatë gjithë këtyre ditëve për sa i përket defekteve apo të stakimeve që kemi patur në kabina në qytete të ndryshme. Dhe kjo që vjen kjo për shkak jo vetëm të ngarkesës, që në fakt është ndër më të lartat, pavarësisht se kemi shkuar akoma në pikun e sezonit, pra jemi pothuajse në pikun e ngarkesës së vitit të shkuar, ndërkohë që pikun e ngarkesave ne e presim përgjithsisht nga muaji gusht, por ndërkohë dhe temperaturat e larta, dhe vetëm ditën e djeshme po më thoje që në kabinat caktuara ne kemi patur edhe temperatura që shkojnë 80 gradë për shkak edhe të insulimit të tyre, që bën deri diku edhe të vështirë punën e operatorit të sistemit shpërndarjes me defekte të ndryshme që kanë ndodhur në ato kabina.
Është e vërtet që gjatë tyre ditëve, po jo vetëm gjatë tyre ditëve, po në kronologjinë, kjo verë duket se ka nisur më shpejt se vitet e tjera, po edhe gjatë qershorit, muajit qershor, ne jemi përballur me temperatura të larta dhe me ngarkesë shumë të madhe në rrjet, ku konsumin e energjisë ne patëm rekord në fund qershorit diku tek 25 milion. Këto ditë e fundit kemi kapur dhe 26 milion. Që të mos harrojmë që neve vjet, gjatë verës, sinës verës, kemi pasur pikun 26,6 milion kilowattorë në ditë, në diku nga mezi i gushtit. Pra, këto vit ne jemi përballur me temperaturat të larta gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit të muajit qershor, por edhe ditëve të muajit korrik. Ndërkohë, çfarë raportohet nga punonjësit e terrenit, nga ekipet e terrenit, në shumë rajone temperatura në kabinat e transformimit ka kapur vlera të pa regjistruara ndonjëherë, që shkojnë deri në 80 gradë. Kemi marrë masat tona me aq sa mundemi, kemi bërë pamundën për të rezistuar fenomeneve negative, por jo të gjitha mund parashikohen, pasi edhe konsumatorët janë dëshmimtar të disa fenomeneve që ndodhin me rrjetin, qoftë për kablet, qoftë për kabinat, por është e pamundur që të parashikohet gjithçka. Pra sot ne kemi sfidë me një rrjet që përpiqemi ta përmirësojmë nga dita në ditë fal investimeve, me një rrjet që operojmë prej shumë vitesh në rrjetin tonë shpërndarjes, por që jemi të detyruar ta mirëmbajmë të përgjigjemi dhe këtij rrjeti, dhe ndërkohë me masa teknike, nëpërmjet investimeve, remonteve dhe me masat organizative që kemi marrë, ku ne kemi rritur ndjeshëm prezencën tonë ashtu siç e patëm bërë prezente edhe në momentet kur kemi shpallur gatishmërinë për të pasur një mbarvajtje sa më të mirë sezonit veror, besoj që edhe këto momente do t'i kalojmë, por duhet një mirëkuptim nga të gjithë që janë temperatura që nuk i kemi regjistruar asnjëherë dhe nëpër pajisjet tona që punojnë në ambiente me temperatura kaq të larta, patjetër që edhe funksionimi i tyre nuk është si në ato që janë në kushte normale. Kështu që besoj që ne ekipet do t'i kemi gjithmonë të rrjedhë, do bëjmë pamundën që në çdo rast të ndërhyjmë në kohën sa më shpejt për t'i rikthyer në gjendje punë. Okej, me qartë. Blendi, faleminderit. Olzi, Faleminderit, ministër.